Avion privat, çanta firmato dhe super makina. Jeta luksoze fëmijëve të elitës iraniane, ndërsa mijëra qytetarë masakrohen, ndërsa Irani po përjeton një nga shtypjet më të përgjakshme të protestave anti-regjim, bijtë e bijat e elitës sunduese vazhdojnë të ekspozojnë jetën e tyre luksoze në rrjetet sociale duke ngritur zemërim të madh publik. Fëmijët e klerikëve të lartë, ministrave dhe shefave të sigurisë të njohur në Iran, Agazede, shfaqen duke pozuar me çanta firmato, supermakina, jahte dhe avion privat, ndërsa mijëra iranian të zakonshëm përballen me dhunë, arrestime masive dhe vdekje. Sipas grupeve të drejtave të njeriut, 10 mijëra persona janë arrestuar dhe mijëra të tjerë janë vrarë gjatë shtypjes së protestave. Autoritetet iraniane pranojnë se të paktën 5.000 viktima janë, ndërsa burimet pavarura e shtojnë shifrën deri në 16.000 të vdekur. Një nga figurat që ka shkaktuar reagime të forta është modelja dhe stilistja Ana Shih Hosseini, e martuar me djalin dhe ish ambasadorin iranian në Danimark. Ajo u bë simbol i elitës pasi publikoi foto luksoze pak para shpërthimit të trazirave me veshje dhe aksesor që kritikët thanë se kushtojnë më shumë se pagat dietore të shumë iranianëve. Në të njëjtën kohë, figura të tjera si Sasha Sabhani, djali një ish ambasador iranian, ka ndërtuar profile me miliona ndjekës duke shfaqur festa luksoze, makinat shtrenjta dhe jetë ekstravagante jashtë Iranit, kryesisht në Europë dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Ekspertët thonë se kjo pabarazi ekstreme ka revoltuar veçanërisht të rinjt iranian. Këta fëmijë të elitës jetojnë pas një përgjegjësi, ndërsa bashkëmoshatarët e tyre përballen me plumba dhe burg, deklaroi Eila Rosenberg, studente e çështjeve iraniane. Pavarësisht sanksioneve të mëdha perëndimore dhe krizës ekonomike në vend, stili i jetesës së elitës mbetet i paprekur. Në lagjet e pasura të Teheranit verior, makinat luksoze, butikët e shtrenjtë dhe kafenet elitare vazhdojnë të funksionojnë normalisht, në kontrast të fortë me varfërinë dhe recepcionin që përjeton shumica e popullsisë. Ndërsa protestuesit përballen me dhunë, arrestime dhe vdekje, hendeku mes elitës sunduese dhe qytetarëve të zakonshëm në Iran vazhdon të thellohet. Turqia është një destinacion popullor. Gjatë razirave, iranian të pasur u pan duke u zhvendosur në Turqinë fqinje për të festuar dhe për të shoqëruar larg dhunës. Kjo për shkak se kishte frikë se gjatë protestave ata vetë mund të izoloheshin. Provinca lindore Vanit, e cila ndan një kufi malor me Iranin, është bërë një destinacion popullor me antarët e elitës iraniane që mblidhen në bar dhe klubenate, ndërsa protestat u shtypën me dhunë në dheun e tyre. Kontraste të forta në lagje, pavarësisht sanksioneve perëndimore mbi regjimin, stili i jetesës elitës së Iranit duket se mbetet kryesisht i paprekur, si brenda ashtu dhe jashtë vendit. Në lagjet e pasura të Teheranit verior, të tilla si Elahie, e cila shpesh krahasohet me Beverly Hills, makinat luksoze vazhdojnë të kalojnë pranë kafeneve të shtrenjta, butikëve të stilistëve dhe kullave moderne të apartamenteve, duke ofruar një kontrast të fortë mes vështirësive ekonomike me të cilat përballen shumica e iranianëve. Sanksionet e kanë goditur rënd ekonominë në përgjithësi, çmimet janë rritur ndjeshëm dhe pagat kanë rënë ndjeshëm, por kritikët e regjimit argumentojnë se efektet negative nuk i kanë goditur ata në krye të sistemit.